Në Shqipëri opozita nuk duket më si forcë që kërkon të rrëzojë pushtetin. Duket si një mekanizëm i lodhur që përpiqet të mbjetojë brenda të njëjtit sistem që pretendon se lufton. Dhe kjo është arsyeja pse gjithnjë më shumë qytetarët kanë filluar të bëjnë pyetjen më të rëndë për Partinë Demokratike dhe opozitën në përgjithësi. Se disa afera denoncohen me ulërima, ndërsa për të tjera mbyen një heshtje e frikshme. Pse opozita zgjedh me aq kujdes kë duhet të sulmojë dhe kë duhet të prekle? Se duket sikur ka njerëz, klane, oligarkë dhe interesa që trajtohen si zona të paprekshme, edhe kur përfliten për lidhje me pushtetin. Sepse problemi më i madh i opozitës sot nuk është mungesa e mikrofonit, është mungesa e besimit. Shqiptarët nuk janë budallënj. Ata e kuptojnë shumë mirë kur revolta është reale dhe kur është teatr politik. E kuptojnë kur një aferë përdoret për konsum mediatik dhe kur një tjetër anashkalohet sepse prek interesa më të thella. Dhe pikërisht këtu nis drama e opozitës shqiptare. Ajo po perceptohet gjithnjë më shumë si pjesë e të njëjtit mekanizmi tranzicioni që ka mbajtur peng vendin për dekada. Në Shqipëri duket sikur ekziston një marrëveshje e heshtur e sistemit. Bëni zhurmë, por mos prekni themelet. Kjo është arsyeja pse shumë denoncimet duken selektive. Sulmohet një ministër, por jo skema. Sulmohet një tender, por jo rrjeti ekonomik pas tij. Sulmohet një figurë politike, por jo fjet që lidhin pushtetin, biznesin, median dhe politikën bashkë. Dhe qytetarët e ndjejnë këtë hipokrizi. Në çdo konferencë shtypi, në çdo protestë, në çdo dalje televizive, opozita flet për korrupsionin sikur sapo e ka zbuluar Shqipëria. Por shqiptarët kanë vite që jetojnë brenda këtij sistemi. Ata nuk duan më vetëm fjalë. Duan të kuptojnë pse shumë dosje politike hapen me zhurmë dhe mbyllen në heshtje, sepse në Shqipëri nuk mungojnë skandalet, mungon vullneti real për të çarë sistemin. Dhe kjo lidhet pikërisht me nyjet e errta të interesave që politika shqiptare ka krijuar prej dekadash. Në këtë vend, pushteti dhe opozita kanë ndarë të njëjtat tavolina biznesi, të njëjtët oligarkë, të njëjtat media, të njëjtët financues dhe shpesh të njëjtat interesa mbijetesa. Për këtë arsye, shumë betejë politike duken më shumë si përplasje për kontroll territori sesa luftë për qytetarët. Kjo është arsyeja pse opozita shpesh të jep ndjesinë e një force që vërtet fort, por godet me kujdes kirurgjik që të mos pres fijet vërteta të sistemit. Edhe kur opozita fillon të sillet si menaxhere e revoltës dhe jo si udhëheqësi e saj, atëherë qytetarët largohen. Pikërisht kjo po ndodh sot. Nga protesta në protestë vjet re një rënje dramatike e pjesëmarrjes. Jo sepse qytetarët janë të lumtur, përkundrazi, shqiptarët janë më të lodhur, më të varfër dhe më të zemëruar se kurrë. Ata nuk besojnë më se opozita po lufton realisht për ta. Dhe kjo është edhe më e rëndë, sepse një popull mund të durojë varfërinë, mund të durojë krizën ekonomike, mund të durojë edhe arrogancën e pushtetit, por kur humbet besimin se ekziston një alternativë reale, atëherë futet në apati kolektive. Dhe kjo po ndodh në Shqipëri. Sot shumë qytetarë shohin politikën si një teatr ku rolet ndryshojnë, por sistemi mbetet i njëjtë. Njëri bërtet nga pushteti, tjetri bërtet nga opozita. Pastaj pas kamrave fillojnë pazaret, heshtjet, kompromiset dhe ekuilibrat. Në këtë klim lind edhe perceptimi gjithnjë më i fortë se politika shqiptare nuk funksionon më si betejë ideologjike, por si kartel mbijetese. Një kartel ku të gjithë kanë diçka për të humbur nëse sistemi trondit vërtet. Prandaj opozita shpesh duket sikur lëviz me frenadore të ngritura. Sulmon por jo deri në fund. Denoncon por jo aq sa të djegurat. Proteston por jo aq sa të destabilizojë realisht pushtetin. Sepse ndoshta problemi më i madh i opozitës është se dhe vetë ajo është pjesë e establishmentit që pretendon se urren. Kjo është arsyeja pse shumë kauza vdesin shpejt, sepse nuk kanë shpirt, nuk kanë bindje reale, nuk kanë rrezik politik të vërtet. Shqiptarët e kuptojnë kur një opozitë lufton për pushtet dhe kur lufton për mbjetesë politike. Dhe sot Partia Demokratike duket më shumë si një strukturë që po përpiqet të ruajë territorin e vet politik, sesa si një forcë që po ndes shpresë kombëtare. Madje ironia është se në shumë raste opozita po i shërben indirekt pushtetit, sepse një opozitë e dobët, selektive dhe pa besueshmëri është dhurata më e madhe për çdo qeveri. Një opozitë që proteston vetëm për inerci, që konsumon revoltat në podiume dhe që nuk arrin të krijojë lëvizje reale qytetare, nuk tremb askënd. Përkundrazi, ajo ndihmon sistemin të mbijetojë, sepse pushteti nuk ka frikë nga opozita që bërtet, ka frikë nga opozita që bind. Dhe sot, problemi më i madh i opozitës shqiptare është pikërisht ky. Ajo nuk po bind më. Nuk po bind se është ndryshe. Nuk po bind se është më e pastër. Nuk po bind se nuk ka lidhje me oligarkët, klanet dhe interesat që kanë shkatëruar tranzicionin shqiptar. Kjo është arsyeja pse qytetarët nuk reagojnë më si dikur, nuk dalin në shesh si dikur, nuk ndezen më nga fjalimet dramatike, sepse kanë filluar të besojnë se lufta politike në Shqipëri është shpesh një luftë për kontroll, jo për ndryshim. Dhe ndoshta kjo është tragjedia më e madhe e demokracisë shqiptare. Jo vetëm që pushteti është bërë arrogant, por edhe që opozita po shihet gjithnjë më shumë si pjesë e të njëjtit mekanizëm që mban qytetarët peng prej më shumë se 3 dekadash.
Thank you.